Ernest Muçi do të bëhet shumë shpejt një lojtar i Trabzonsporit edhe zyrtarisht pasi klubi ka ndërmend të paguajë klauzolën e tij të transferimit te Beşiktashi, por kjo nuk do të thotë se ai do të mbetet pjesë e klubit turk, siç ka lënë të kuptohet vetë presidenti i Trabzonsporit Ertugrul Dogan në një intervistë të dhënë sot. Ai u pyet rreth të ardhmës së sulmuesit dhe ishte i qartë në shpjegimin e tij. Ai u pëlqye nga ekipi ynë i skautimit, ne bëm një ofertë para se Beşiktashi të firmoste me të, por ishte vetëm për gjysmën e çmimit që dhanë ata. Në momentin aktual vazhdojmë diskutimet se si do të jetë pagesa, por në momentin që Trabzonspori do të aktivizojë klauzolën, ajo do të paguhet me 5 këste. Lojtari mund të bëhet pjesë e ekipit duke paguar këstin e parë prej 1.5 apo 2 milionë eurosh parafundit të majit, siç parashikohet në kontratë. Shuma nuk duhet paguar e plot. Nëse trajneri na kërkon që të aktivizohet ky opsion në fund të sezonit, siç duket se do të ndodhë për mënyrën si po shkojnë gjërat, procesi më pas do të bëhet në bazë të vlerësimeve teknike, tha fillimisht ai duke shpjeguar se Trabzonspori nuk kishte nevojë të paguante menjëherë shifrën prej 8.5 milionë eurosh që është vendosur në klauzolën e Muçit. Ai më pas u ndal në borxhet e klubit dhe aty theksoi se po mbahej një skuadër cilësore edhe pse kishte lojtarë që kërkoheshin me shifra të larta nga të tjerët. Ne kemi një ofertë edhe për një lojtar që ne e kemi në huazim, po shitëm ndonjë, mund të shlyejmë të gjitha borxhet tona, theksoi ai. Sipas mediave turke, lojtari në huazim të cilit i referohet Dogan është pikërisht Muçi, që do të thotë se për sulmuesin shqiptar ka ofertë interesante që po shqyrtohet nga Trabzonspori. Ndaj duke pasur parasysh situatën financiare të klubit, nuk është çudi që Trabzonspori të ushtrojë të drejtën e blerjes së Muçit, por për ta shitur menjëherë në një klub tjetër, nëse oferta është e pëlqyeshme edhe për vetë futbollistin e kombëtares shqiptare. Në momentin që Trabzonspori aktivizon klauzolën e blerjes, aktivizohet edhe kontrata individuale e Muçit, i cili do të ishte i lidhur me këtë klub deri në verën e vitit 2029.